يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall, atë e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet ja çojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që kanë pasuar e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur musliman, xhamatin të nderuar, kësaj radhe do të flasim për një prej mrekullive të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Me që kemi përfundu një prej cilësive të Nuhut a.s. dhe kemi thonë se sa që ta përfundojnë një prej cilësive, do të flasme një prej mrekullive të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo që ka të bëjë rreth mrekullive është dersi ose gjumoja e katërt me radhë që flasme. Pra mrekullia e katërt që flasme në raport me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është kjo e sotit. Po e përmendni ato si mrekulli që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që edhe kafshët, edhe devet, edhe kafshët e kanë njoft pejgamberin tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e kanë njoft si pejgamber dhe njëherët edhe sejdë, edhe ju kanë bind, edhe kanë njoft edhe sejdë i kanë bon Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, e që kjo është mrekulli që s'ka ndodhur në kujt tjetër kafshët me i bon sejdë atij. Kështu që kjo është një prej mrekullive që do ta përmendemi sot. Po e përmendni që në fillim prej hadithit që vjen prej Anas ibn Malikut radhiyallahu anhu, shok i pejgamberit. E tregon një rast thotë se ishte një prej familjeve të ensarëve. Ensar janë shokët e pejgamberit që i kanë pas ndihmu që kanë qenë në Medinë. Ata quhen ansar që kanë ndihmu pejgamberit kur ka bën hijretin, edhe para se me bën hijretin për në Medinë, ata i kanë ndihmu. Dhe ishte një prej asoj familje prej tyne që ose të cilët thujse ishin të mvarur për një deveje. Ishin të mvarur për një deves. Atë deve e përdërshin e ngarkëshin me ujë, edhe shkëshin e avadeqin a far një far kupshtit veti që kanë posë. E ato hurmat e tyne, e ato frutat e tyne i ujetëshin me ujin që e bardhshin me atë deve, sikur me thonë pjesërisht ishin të mvarur. Mirë po, ndodhi diçka të kjo deveja. Të kjo deveja ishte se u smu pak, u qartë që thujnë ana, u bo pak u egërsu. Edhe të nëroti që shkun të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thanë, oj dërgumi Zotit, na jemi sikur jemi të mvarur për një deveje. Dhe me që jemi të mvarur dhe i kena ujit kupshtin ton, e kena ujit me ujin që e bardhën me deven. Tash i deveja është qartë, edhe s'pokuzojna kërkosh më një afru ofër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe e ankotën si lajm. Mi po tash me që s'pa mujna, na u kanë tho hurmat gati. Ato trupat e hurmat që është dashmi ujit. Edhe gati na u ka tho kupshti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha shokëve, "Çunu, hajde shkojnë ata këshimi çat e deven." Kur shkotën atje, mi po sa hynin atë kupshtin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shokët i than, ata njerëz pronart e devës, i than pejgamberit, "Oj dërgumi i Zotit, kujdes. Kujdes se kjo devja jon është qartë, është bon sikur qeni i qartën."
A po koni unë i qartë, unë shishtia. A më koni edhe në qartën krejt. Edhe thët, është bo si kur qeni i qartën. Kujdes, pejgamberi tha, mos e keni dert. Për mu, mos e keni dert jo. Se ky ishte pejgamberi i Zotit. Edhe ju afru. Në shikimin e parë, si e po, e që devja ata zguzeshin me hi në atë vendin ku ishte devja. Në të kupë që zguzeshin as me hi. Ndërsa si e po deveja, e që tash është prita e me bo hijgjëm edhe pejgamberi qysh i bajke hijgjëm të tjerve. Si e ka po pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ajo me njëherë u zbut edhe i ju afru pejgamberit ofër dhe thët hatta kharra sajidan bayna yadayhi. Ju afru ofër ka dal pejgamberit e që tjetë njeke. Se u qarta ja. I ju afru pejgamberit ofër deri sa i boni sejdë. E qiti kytë në sejdë deveja. Edhe kur i boni qështu shok të ti, edhe kur ju afru kështu, i boni sejdë, e që ata precin tash shka po i ndodh pejgamberi jalë më i kryt. Deves, jalë më i kryt, edhe pastaj tha, e tash mundesh me hinë kënë punë. Tash kam ja kry punë tamam që shkërkohet pesojna. Mos e bani tash marak. Kur apo në shok të vetë, ansarët, edhe të tjerë që ishin për ofër pejgamberit, tha në oj dërgumi Zotit. Po kjo është krijes që s'ko logjik, s'ko mendje. Kjo s'ko mendje dhe s'ko logjik, po të ban ty sejdë. Atëherë, na jena ma parsur, edhe na jena ma parsur që duhet me të mos sejdë ty, po të bojmë edhe na ty. Po të bojna sejdë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, la yasluhu li basharin an yasjuda li bashar. Jo tha, kjo më ka bo sejdë, unë boni sejdë. Amo me i bo sejdë njerit nuk i takën, nuk lejohet, nuk ban me i bo sejdë njerit. Dhe këtu nuk lejohet me i bo sejdë njerit hin edhe ajo që disa e bojnë gabimisht, ndoshta duke mos pasë një hurin këto, bojnë ruku. E keni vërejt? Edhe disa shkojnë të vuri dhe i bojnë ruku të vdekurit. E as kjo zban. Se rukuja ka i herë e merë dispozitën e sejdës. Rukuja e merë dispozitën e sejdës. Dhe kjo zban. Dhe pejgamberi nuk i takon me i bon sejdë njët. Wala usalu halu li basharin an yasjuda li bashar la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha. That min idhami haqqiha alayha. Sikur ta kisha urdhëru dikan me i bon ose sikur të ishte leju një njeri me i bon sejdë një njeri tjetër, kisha me urdhëru me i bon sejdë gruaja burrit të vet. Për shkak të hakit të madh që ka gruaja ndaj burrit. Për shkak kërkesë që kërkohet shumë, që e ka obligim shumë sene, ndaj burrit kisha me i thon gruas, bani sejdë burrit. Ama nuk i lejohet. Vazhdon hadithi, tha se vallahi. Tha sikur ndonjënit prej burrave, sikur ndonjë burrit të ndonjë gruaje. Ju ka hapur një plag. Dhe në plagën e tij është i gjakosur dhe del gjak dhe qelb. Sikur kjo gruaja tasht edhe ta lëpinte atë gjakin dhe kelbin e burrit të vet, s'kishte me i dal hakush burrit të vet. Mi po pjesa argumentimit në këtë hadith, cila ishte mrekullia e pejgamberit, është që i boni deveja sejdë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë hadith e ka transmetu Imam an-Nasaiu, edhe Imam Ahmedi e ka transmetu, ndërsa Shuaib Arnauti ka thonë hadithin sahihun li ghayrihi, pra i vërtet, edhe Ibn Kathiri ka thonë zinxhiri i tij është i mirë, edhe Sheikhul Albani ka thonë zinxhiri i tij sahihun li ghayrihi, pra i mirë dhe i pranuar. I sakt. Apo e vreni, kjo është një prej mrekullive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e vret se çfarë kërkoi pejgamberi sallallahu alaihi, ose çfarë e tregoi, se çfarë kërkesa ose çfarë obligime ka gruaja ndaj burrit të vet. Sikur të ishte veç kjo e njoftur, kishte me qenë ose dhe praktikuar në mesin e grave të sotit, kishte me qenë mjaftueshme. Ndërsa e që kjo veç me ja përmend një gruas se ditëve të sotit, veç me ja përmend që edhe nëse qështu varrën e ka burri, ti edhe nëse me gjuhën tënde ja hek varrën edhe qelbin edhe gjakun, si ke dol hakush, ajo ty ka me të llogarisë se je i çmendur, ndërsa pejgamberi kështu e shpjegoi. Rast tjetër po e bi një argumentim që vjen për Jabir ibn Abdillah. Edhe Jabir ibn Abdillah është djallë e bab të dytë janë shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot ishmi thot një ditë prej ditëve të u kthy prej një udhëtimit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam.
Ishmi duke u kthy për një udhimit. Dhe kur arritëm te kupshti i Beni Najjar, një fisit quhet Beni Najjar, te kupshti i tyre, kur u arritëm ose kur u afrotëm ato, thëtë i tregun pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi hyni në qatë kupsht. Hyni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e atëherë kur hyni ato i tregun se është një deve e nervozuar ose e hidhruar ose e smuar ose me sinonim kështu, ju afru dhe pejgamberi kur ju afru pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ofër, atëherë deveja e sajna e uli kukën e saj dhe e pereki me buzët e sajna e pereki tokën dhe duke ju dreku dhe duke ju për ul pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë pejgamberi alaihi salam tha, mas sjellni tha një litarin. Tash ta lidhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj u kthy prej njerëzve. Se ata u çuditën. Edhe kjo ishte e egër, që zguxeshin me hin kupshin e Benin Najjarit kërkosh për shkak kësaj deveje. Kur hini kjo, atëherë u zbut deveja. Kur hini pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u zbut deveja. Dhe kur apo u çuditën pejgamberi, atëherë u drejtu prej njerëzve tha, o ju njerëz, thot innehu lejse shejun bejne semai wal ardi illa ja'lemu anni Rasulullah. Valla tha, nuk ka diçka në mes tokës dhe qiellit që nuk e din që une jam pejgamberi Zotit. Por kërejt çka ka në mes tokës dhe qiellit e din se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamberi Zotit. E din njerëzit, vetë ata që vetë ju dojnë me urrejt, ose e dini dhe me lajket në qell, e dini dhe gurët që këna pas përmen që kënë thonë selam pejgamberit alayhis salam, po e dini dhe kafshët që tash pejgamberit po i nënshtruan dhe po i bojnë sejdë, e dini dhe insektet, e dini krejt çka konë mes tokës dhe qiellit, e dini që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë pejgamberi Zotit, tha pejgamberi, illa asi el jinni wal ins, përveç disa njerëzve që janë krye ngreq, krye ngrit, edhe disa që refuzojnë, edhe disa që mohojnë, edhe veç disa prej njerëzve dhe e gjinëve. E gjinët janë ato krijesat krijuara prej zjarrit. Veç disa prej tyne që këmgullin mos më pranu si pejgamber, për ndryshe krejt e din se unë jam pejgamber i Allah. Dhe këtë hadithe e ka transmetuar Imam Ahmedi, Imam ad-Darimi, Ibn Abi Shayba në musannefin e tij dhe Shuaib Arnauti ka thënë hadithi është sahihun li ghairihi, pra i vërtet për të punuar me të. Një rast tjetër është edhe rasti i Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib. Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib thot një ditë për ditëve pejgamberi alayhi salam uli mua prapa devës së tij. Ishte hyp në devë dhe uli mrapa. Isha ma i vogël, edhe uli mrapa. Dhe më tregoj pejgamberi një fshehtësi që atë fshehtësi s'ja kallëzoj kërkujna. Ma tregoj një diçka që le të mbetet sekret mes meje dhe teje, dhe tha këto s'ja kallëzoj kërkujna mo. Dhe s'ja ka kallëzu kërkujt. Kjo është edhe kjo pjesë është mësim që nëse një vëlla musliman një i afërmi juti ta thet një lajmin kërkon prej te me kon sekret, mo ti harroj atë lajm, sikur shtini me një far kafozit i kone dhe mbyllë ai lajm, zguxon me ju thon kërkujt hiç. E ju sikur ditët e sotit do të mja përsërit 100 herë ka njerëz, do të mja përsërit 100 herë, veç ti unë ti le ta dina që të laf shka po ta tham, a pet ku ti veç sa ta kthej shpinën te veç ja ka kallzu ti kujt tjetër atje. Ndërsa ky tha Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib, tha ma ka kallzu një sekret pejgamberi, ama këto tha, veç mu ma ka kallzu, s'ja kallzoj kërkuna mo hiç. E pastaj tha ky po tregon tash për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. I pëlqente tha pejgamberit kur të krynte, kur kishte nevojë me kry nevojën e vet, për me krytha i pëlqente më mshef me një ose na i zit që është i ndërru më mshef mas zidit, ose me na i far kupshti me hinti kohur ma shumë që mos mu po pejgamberi, që është ato ka kry nevojën. Mshefk ishte njëri turp shumë. Mshefke jo në sy të njerëzve, jo në sy të njerëzve me kry nevojën. Pastaj tha, e kur ndodhi kështu, hini me një këpsht, që kishte druna shumë për me kry nevojë. Kur hini ato, tha atëherë me dhërap ju afru pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ju afru një deve. Ju afru pejgamberit. Dhe ajo deveja kur ju afru, apo edhe si hinin këpsht e njofti që është pejgamber. Ju afru të ngoj pejgamberit dhe ja nisi me njëherë deveja për rjedhin lët për syve të saj. Ja nisi me qajt deveja. Ja nisi me qajt, ju afru pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e atëherë pejgamberi ja lemoj kukën e sajna dhe ju nalen lëtët e deves.
ju nalën latet. Atëherë tha pejgamberi, men sahibu hadha al-jamal. E atëherë kush është pronari i kësaj deveje? Kush është pronari i kësaj deveje? Thiri më njëherë, se ishte ty kojt, i erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë u erdhi, se pejgamberi, kush është pronari i kësaj deve? Erdhi një djalë prej ensarëve, tha, o i dërguar i Zotit, kjo është deveja jam. Nëse e lyp kush është zotëria i devës, unë jam. Kjo deve është e imja. Atëherë pejgamberi tha, ama tattaqillaha fi hadhihi al-bahima allati mallakaka Allah. A nuk je kajtutësh Zotit në këtë kafsh, që Zotit ka bo pronar të sajna, a qysh nuk pojtutësh Zotit ti, a nuk je ka edin që kjo deve mu anku mu. Kjo është për mrekullive të pejgamberit. Kjo deve tha mu anku mu, tha, innehu shekha ileja enneke tu gjiuhu wa tu diibuhu. Tha se kjo më tha, pronari jam, po më len të unt. Deveja ju anku pejgamberit. I tha se pronari jam, zotëriu jam, nuk po më jep me hongër bëll, po më len të unt. Tha njëherit edhe po më ngarkës, s'po muj me bojt. Edhe deveja, edhe pejgamberi me vrashdësi, ju drejtu njeriut. Sa i mëshirshëm pejgamberi, që neve na mësoj si me kon të sjellshëm edhe me kafshët si kafsh. Mos me ngarku ma shumë se sa se bon. As mos me lon të... Edhe kujdes bili ju të cilit keni kafsh. Kujdes mos ju mbesin kafshët e juaja të uritura ose të etura. Po qitni, jepni ushqim, ose kujdes ju që ata të cilët janë mund të jenë në Shqipëri më shumë, bortin ende dru me kafshët e tyre, nuk e din këse unë ashtë ako, bortin dru me kuajt e tyre, ose bortin dru edhe me gomort e tyre. Bortin, në këtë rast, le të kenë kujdes se ajo është zullum për to nëse ngarkon më shumë se sa që bon ajo. Edhe ka mundësi me ju anku pastaj tek Allahu ose në dunjë ose në ahiret për shkak të asoj çka i ka bon asoj në prog, që të keni kujdes edhe ju kjo deve prej mrekullive i ju anku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë hadith e kanë nxjerrë Imam Ahmedi dhe Abu Davudi, dhe Sheikh Shuaibi ka thonë është sahih me kushtet e muslimit, gjithashtu Al-Wadi'i ka thonë është i vërtet po sahih me kushtet e muslimit, gjithashtu edhe Ahmed Shakiri edhe Sheikh Al-Albani kanë thonë hadithi që ka përmenda është sahih i vërtet. Po e përmendi veç edhe qiton të fundit, me tregu që pejgamberi ka posur edhe këtë mrekulli. E ka posur që i kanë fol kafshët, ju kanë anku kafshët edhe i kanë bo sejdë. Për kësaj pruna krejt këtu transmetime. Po e bi edhe qita që vjen prej Ja'la ibn Murra al-Thaqafi. Ky Ja'la ibn Murra al-Thaqafi thot se i kam po 3 gjona tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që si kam po dikun tjetër. I kam po 3 gjona tek pejgamberi që unë si kam po dikun tjetër, po as nuk i ka po dikush tjetër përveç meje, as para meje. Unë jam i pori që i kam po këtu sene. E pora prej tyne thët, ishmi duke esur në një prej rrugëve të Mekës. Kur pejgamberi tu ishna bashkë me to, kaloj pranë një gruaje. Dhe ajo gruaje e kishte ofër një fëmijë të vetin. Dhe ai fëmija, tha e kishte pos një smundje që s'kam pos smundje matron se ajo. Zbërthimi kësoj një smundje, disa kanë thonë një lloj smundje, disa kanë thonë ka qenë i prekur prej e gjinit. Ka qenë i kopur, ose i ka hi e gjini, e ka sulmu e gjini. Dhe ka qenë shumë. Dhe sa e po pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i tha, oj dërgumi Zotit, ti po e she çfarë hollë jamën me fëmin tem. Po ma she hollën, pejgamberi tha, i më sheshëm, atë lut na tha për to pra. Tha lutu. Edhe u lut në rrugën e tij. Në transmetime tjera është ardhur që e ka taku pastaj këtë gruën, i ka thonë, si boni djali jët. Djalit tënd, ajo ju ka pas përgjigj që djalin tem kur mos mundje se ka kap. Dhe djalin tem kur një herë e gjini mos e ka prek. E gjini shejtani. Kur një herë nuk e ka prek mu djalin tem. Atëherë në këtë hadith vazhdon rrugën. Të vazhdo rrugën e po pejgamberi sarasëm që një deve ishte shkon të ju, a ke po ka njerë kërë ndodhë me farkofshës, kur të ngrejt dikush për litari. Edhe aja këqitet, a keni vërejt? Aja u këqit këtë deveja. Edhe pejgamberi sa ma thirni qatë zotrin e kësoj deveje, e thirën, pejgamberi ju afru deves, edhe i foli të regoj deveja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur i foli dhe i të regoj, i tha, thirma tash, afru ti zotriju i deves. Kur u afru zotriju i deves, aj i tha, arsyeja pse pejgamberi tash po i tregon se ajo që ditë që shka ka deve si s'po hec, këmi e ka hec gjithë.
U këtë qëtë këtash nuk hecke. Tha arsye pse deveja nuk po hecë, sa the unë mu më tregoj. Unë tregoj që, tha unë jam një kafsh, që kam lindë në kopën e këtij njeriut. Kam lindë në kopën e tij. Tha krej so kesh e re, so po ta fuqi mu ngarku këta mu, e mi au kryu në punë krejta, këta u majten. Që tash kur jam likshtu, tha one këta pa dojnë mu më thejrë mu. Këta pa dojnë më thërë mu, e pastaj e vazhdoj rrugën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kur i po dy pemë këtë transmetim, i po dy pemë, një me një onë të kodrës, një onën tjetër, dhe i tha këtij sahabijut Ya'la ibn Murra Thaqafiyut, i tha shkëthoj që atyre dy pemë. Këtë transmetim që i ka thonë, ka transmetime që ka shku vetë. Edhe tha shkëthoj që atë dy pemë veç atje, se pejgamberi po ju thirr. Edhe ken orë pasaj që atë dy pemë, ken orë sikur që hes njëri kanë hes pemet, dhe ju kanë afru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe e kanë mbulu komplet pejgamberin mes të dy kotrave, dhe pejgamberi ka kryer nevojën, pastaj ato kanë shkuar në vendin e vet. Pjesa e argumentimit këtij hadithi ku është tek ajo se deveja i foli, ju anku, i tregoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam arsyen pse kjo tash po këqitet. Pse kjo nuk po hetha për shkak se deri sa jam ku e retha, unë kanë shfrytzu, tha, ja ku kry punë krejt, që tash kur u bona plak jam lodh, tha këta dy më therr, më prej domethënë mua. Këto ishin edhe këtë hadith gjendet në shumë turk, shumë rruga, po këto që përmenda është në bidaja wa nihaya ibn Kathirit dhe zinxhiri, thot ibn Kathiri, thot rrugët e këtij zinxhiri janë të mira, ka fjalë zinxhir. Vetëm se ibn Kathiri thot rrugët e këtij zinxhiri janë të mira. Arsye pse i puna këtë transmetime, me tregu që pejgamberi jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam prej mrekullive që ka pasur, me tu bin ty dhe mu bin më të shtu besimi anas më shumë, se ne jemi të bindur normal, po më na u shtu besimi, më na u forcu imani jon se pejgamberi jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Allahu na bashkon me ton xhenet, ka qenë pejgamberi i Zotit dhe vule pejgamberve, dhe një herët njëri më i mirë në fytyrë tokës, dhe e kanë dëshmu për krejt edhe kafshet se ti je pejgamber, dhe e kanë njoft pejgamberin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Elus Allahun azza wa jalla tana fal tana mshran. Elus Allahun azza wa jannat me pejgamberin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberet e tjerë të na bashkojnë. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.